jemi berës të paqes, jo mbjellës të hidhërimit. Ne jemi ata që sjellim gëzimin e Jezus Krishtit në këtë botë. Jeta është vetëm në Jezus Krishtit lart në qiell. Gur të gjallë, një program jetë ndryshues. Ftoja Jezus Krishtin sot, thoj, Zoti Jezus, eja. Mesazhe nga shërbesa e pastor Shkëlqim Baraku që vijnë çdo ditë në familjet tuaja në orën 18 dhe në orën 10. Fillo sot një jetë të re me Perëndin. Ulem përpara Teje, Zot, për mëkatin që më ke falur në kryq. Nuk kam mrekullim më të madhe. Cili do që thëret emrin e Jezus Krishtit për shpëtim, i janë falur mëkatet në përjetësi. Je një mëkatar i falur. Dhe kur ti je falur, je i shenjtë dhe ti duhet të ecësh në shenjtëri. Edhe në qoftë se do të vdisni, ju do t'ju duhet të jetoni përsëri. Ky është shkembi. Ky është shkembi. Vetëm në Radio Emanuel. Gur të gjallë. Rikthehemi në studio, miq, vazhdojmë të jemi së bashku drejt për së drejti në valët e Radio Emanuel në programin Muzik Plus, dhe në këtë moment është bashkuar me mua e ftuara për sot Daniela Drabo. Përshëndetje, kënaqësi të jemi së bashku, sidomos në këtë javë të veçantë të Pashkës. Përshëndetje Kela, përshëndetje të dashur dëgjues të Radios Emanuel. Është gjithmonë kënaqësi në fakt për mua që të jem në këtë studio, sidomos në kohë të veçanta siç është Pashka. Çdo ditë është një ditë e veçantë që Perëndia e ka krijuar për ne që të mund t'i japim lavdia atij, por kur e ndajmë këtë gjë edhe në Radio Emanuel, për mua është një gëzim i veçantë. Dhe për mua është kënaqësi që do të jemi së bashku sot, mbi gjitha për të zhvilluar një bisedë shumë të rëndësishme dhe duke u ndalur tek disa tema të cilat mendoj që ka nevojë për më shumë shpjegim, për më shumë përgjigje, sidomos për gjithë ata që janë duke në ndjekur në këtë javë të veçantë të Pashkës. Së pari më trego si po e përjeton këtë vit atmosferën e Pashkës. Nuk e di, ndoshta ndryshe nga vitet e tjera apo diçka të veçantë që ti do doje ta ndaje. Në fakt, çdo vit që kalon, edhe çdo vit që Pashka vjen, është një kohë që ne gëzohemi për shpëtimin që ka ardhur për botën, por më së shumti për shpëtimin që Perëndia na ka dhënë ne personalisht, sepse shpëtimi i Perëndisë është individual. Perëndia e bën një gjë për gjithë botën, por në terma personal, kur ti personalisht e pranon këtë shpëtim, është një gëzim edhe më i veçantë, sepse vepra e Perëndisë bëhet shumë personale. Ky vit pak i veçantë në fakt, sepse situata në mbar globin nuk është një situatë paqeje, ne shohim luftra në të gjithë cepat e globit, edhe njerë më shumë ka nevojë që paqja e Perëndisë të vijë në zemrat tona, edhe në fakt një gjë që që mua personalisht më prek, edhe një gjë që zemra ime kërkon më së shumti në këtë Pashkë, është të vendosurit e paqes me Perëndin në jetën tonë personale, për çdo person, sepse kur ti ke paqe me Perëndin, pavarësisht çfarë ndodh rreth e rrotull, ti nuk lejon që zemra jote të ligështohet. Patjetër që ne shqetësohemi, ne mërzitemi kur dëgjojmë për luftra, edhe madje Bibla thotë që do të vi koha do të dëgjojmë për luftra dhe për ushtima luftrash, por kur paqja e Perëndisë mbretëron në zemrën tonë, atëherë bëhet më lehtë të kalosh këtë periudhë dhe çdo periudhë të vështirë në fakt. Edhe prandaj për mua ky vit ka qenë më shumë i fokusuar tek paqja. Sa shumë e rëndësishme është paqja personale, paqja që ne vendosim me Perëndin, paqja që Perëndia na jep në zemër edhe në kohët më të vështira. Edhe në fakt, sikurse sapo e përmendi Daniela, jetojmë në një botë që shpesh ndihet e humbur mes shumë vështirësive, sfidave, problemeve të ndryshme. Prandaj, duke qenë se jetojmë në këtë realitet, pse na nevojitet një shpëtimtar? Si kuptojmë shpëtimin në dritën e mesazhit biblik? Humbja më e madhe, unë besoj edhe Bibla na mëson për këtë, humbja më e madhe që një njeri mund të ketë në jetën e tij është ndarja nga Perëndia. Edhe kjo është një gjë që është një gjë e pakthyeshme nëse
sa kohë ti je gjallë, nuk merr një vendim të rëndësishëm për jetën tënde që të rivendosësh marrëdhënien tënde me Perëndin. Bota është e humbur, por jo e humbur për shkak të luftrave, jo e humbur për shkak të krizave ekonomike, jo e humbur për shkak të sëmundjeve. Bota është e humbur sepse është e ndarë nga Perëndia. Edhe ndarja nga Perëndia në fakt është ajo që sjell vdekjen e përjetshme. Bibla na mëson për këtë që nga fillimi kur njeriu mëkatoi për herë të parë dhe ja dha, si të thuash, atë pozitën e tij, ja shiti të ligut, ja shiti djallit dhe e humbi pozitën e drejtë përpara Perëndis, pozitën e birit përpara Perëndis, pozitën e atij që Perëndia i kishte krijuar të përsosur, ai e humbi këtë gjë dhe ra në mëkat. Kjo është ajo gjëja që sot në fakt është shumë më e vështirë se sa humbjet që sapo i përmendëm. Humbja, ndarja nga Perëndia, ndarja e përjetshme nga Perëndia është humbja më e madhe dhe në këtë kohë në fakt duket sikur kjo ndarje edhe është thelluar më tepër. Dhe në këtë kohë pashke, ndërsa ne përkujtojmë vdekjen, varimin dhe ringjalljen e Krishtit, është koha të mendojmë cili ishte qëllimi që Perëndia zgjodhi këtë rrugë për shpëtimin e njerëzimit. Pse Perëndia zgjodhi këtë rrugë për shpëtimin e njerëzimit? Pse ne na duhet të kuptojmë shpëtimtarin, të kuptojmë rrugën e shpëtimit të Perëndis. Njerëzit e kërkojnë shpëtimin në mënyra të ndryshme. Shumë e kërkojnë në fe të ndryshme, shumë e kërkojnë në vende të ndryshme, në mënyrat e tyre, sepse etja e njeriut është në fakt që të ketë shpëtim, etja e njeriut është që të jetë i pajtuar me Perëndin. Por a është e mundur pajtimi me Perëndin? A është i mundur ky pajtim pa Krishtin? Kjo është ajo gjë mbi të cilën ne duhet të reflektojmë, jo vetëm në kohën e Pashkës, por në fakt çdo ditë të jetës tonë. Dhe kjo kohë është koha më e mirë edhe është koha më e përshtatshme, mendoj unë, kur çdo njeri, pavarësisht kujt feje i përket, pavarësisht nëse beson apo jo tek Perëndia, kjo është ajo kohë kur ne duhet të kuptojmë në humbjen tonë të përjetshme çfarë është ajo gjë që unë kam nevojë. Unë kam nevojë të ripajtohem me Perëndin dhe në mënyrë që të mund të ripajtohem me Perëndin, unë kam nevojë për një ndërmjetës të përsosur, që është shpëtimtari, Krishti i vajosur i Perëndis, biri i Perëndis që Perëndia e dërgoi në botë, jo që ai ta dënoi botën, por që bota të shpëtohet prej tij, edhe Bibla na flet qartë për këtë. Shumë herë ne kërkojmë shpëtim në mënyrat tona, por Perëndia bëri një rrugë të përsosur për shpëtimin e njerëzimit dhe për ripajtimin e njeriut me Perëndin, me veten e tij. Dhe kjo rrugë ishte përmes vdekjes, varrosjes dhe ringjalljes së Krishtit. Jo më kot, Perëndia zgjodhi Krishtin për të qenë shpëtimtari i njeriut, dhe kur themi njeriut, jo i një njeriu, por i të gjithë atyre njerëzve që kanë qenë, që janë dhe të njerëzve që do të jenë në këtë botë dhe do të jetojnë në këtë tokë deri në kthimin e dytë të Krishtit. Është shumë e rëndësishme që ne të kuptojmë si qenie njerëzore, ne jemi mëkatar, ne jemi të privuar nga lavdia e Perëndis, ne jemi të ndarë nga Perëndia. Kjo është një gjë e trashëguar që nga njeriu i parë. Dhe në mënyrë që ne të mund të rivendosemi në pozita të drejta përpara Perëndis, në mënyrë që ne të mund të kemi këtë shpëtim të përjetshëm, që ne kemi nevojë bashkimin me Perëndin, jetën e përjetshme me Perëndin. Atëherë ne kemi nevojë për një shpëtimtar të përjetshëm, të përsosur siç ishte Krishti. Dhe Krishti është biri i Perëndis, është 100% njeri, 100% Perëndi, është sakrifica e përsosur që Perëndia zgjodhi për ta pajtuar veten e tij me botën dhe botën me veten e tij. Dhe për gjithë ata që janë duke na ndjekur dhe ndoshta janë duke dëgjuar për herë të parë për gjithçka që ti je duke ndarë dhe mund të kem pyetjen, si mundem unë që ta ndjek këtë proces, si mundem unë ta pranoj Jezusin në jetën time? Çfarë do të thoje për këtë person? Në fakt, gjëja e parë vjen me të kuptuarit ose të pranuarit që çdo njeri në këtë botë lind në mëkat, edhe lind mëkatar. Dhe mëkati nuk mund të jetë në të njëjtin vend me Perëndin, nuk mund të bashkëjetojë me Perëndin. Perëndia është i shenjtë, është i përsosur, por është i drejtë. Dhe dashuria e Perëndis është e përsosur dhe e pafundme, nuk ka limit, por ai është i drejtë, edhe ai nuk mund të bashkëjetojë në një vend me mëkatin. Ne nuk mund të jetojmë
si mëkatar në praninë e Perëndis. Ne nuk mund të qëndrojmë përpara Perëndis si mëkatar. Ne kemi nevojë të jemi të pastruar nga mëkatet tona, por fillon me të pranuarit e kësaj gjëje. Është si shpesh ne dëgjojmë mjekët që thonë kur ti pranon që je i sëmur, kjo është gjysma e rrugës të shërimit. Dhe është e njëjta gjë edhe me këtë, ne duhet të pranojmë që jemi mëkatar. Nuk duhet të lejojmë krenarin të na tregojë që ne jemi qenia më inteligjente që Perëndia na ka krijuar, dhe jemi qenia më e përsosur që Perëndia ka krijuar, por edhe pse ishim të tillë, ne zgjodhëm të ndiqnim rrugën tonë dhe u ndam nga Perëndia, ne mëkatuam. Dhe si të tillë ne jemi mëkatar, ne vim mëkatar në këtë botë, prandaj ne duhet ta pranojmë së pari, po un kam mëkat në jetën time. Dhe mua më duhet falja e mëkateve. Dhe i vetmi që mund të fal mëkatet është Perëndia. Nuk ka njerëzit falin gabimet që ne bëjmë ndaj tyre, por mëkatin e fal vetëm Perëndia. Edhe ne na duhet të kuptojmë gjithashtu si njerëz, të kuptojmë që po ne kemi nevojë të rivendosim marrëdhënien tonë me Perëndin, atë ndarje që u krijua nga rënja e njeriu të parë në mëkat, atë ndarje të përjetshme që u krijua, që Bibla e quan vdekje, sepse Bibla na mëson që paga e mëkatit është vdekja. Por dhurata e Perëndis është jeta e përjetshme. Atëherë ne na duhet që ta pranojmë që kemi mëkat, të pendohemi për këtë mëkat që kemi në jetën tonë, për çdo mëkat që kemi në jetën tonë, madje të kërkojmë faljen e Perëndis për mëkatet tona, dhe duhet të kuptojmë gjithashtu se si mund ta marrim këtë falje. Është një rrugë e gjatë që Perëndia i mësoi njerëzit, mësoi popullin e tij që nga fillimi i botës se si mund t'i faleshin mëkatet e tij, dhe në një pjesë të historisë të njerëzimit, falja e mëkateve bëhej duke flijuar desh, duke flijuar kafshë të ndryshme, të cilat çoheshin përpara Perëndis si një sakrificë për mëkatin. Lexojmë në për historinë e Biblës. Por gjaku i kafshëve, flijimi i kafshëve nuk siguronte një falje të përjetshme. Ishte e pamundur që gjaku i një kafshë të siguronte falje të përjetshme, ndërkohë që Perëndia është i përjetshëm. Ne jemi krijuar që të jetojmë pas vdekjes në tokë në një jetë të përjetshme me Perëndin. Dhe për këtë na duhet një falje e përjetshme, dhe Perëndia zgjodhi që të siguronte vetë faljen dhe shlyerjen e mëkateve tona. Perëndia zgjodhi të dërgonte birin e tij, të vetëm lindurin, që ishte pjesë e Trinisë së Shenjtë, pjesë e Perëndis, që ishte një me Perëndin, që ishte një me Atin, një me Frymën e Shenjtë, zgjodhi ta dërgonte në trajt njerëzore, në mënyrë që ai të ishte sakrifica e përsosur për faljen e mëkateve të gjithë njerëzimit. Nëse për një periudhë kohe të caktuar Perëndia mësoi popullin e Izraelit që shlyerja e mëkateve, falja e mëkateve bëhej me anë të flijimit të deshëve dhe të bagëtive të tjera, apo të kafshëve dhe shpendëve të tjera, që nga koha e ardhjes së Krishtit, Perëndia zgjodhi një sakrificë të përsosur, të përjetshme, që ishte sakrifica e Krishtit në kryq. Shumë njerëz thonë, po pse do ta dërgonte Perëndia birin e tij? Pse Perëndia zgjodhi këtë mënyrë? Po pse të mos e zgjidhte në fund të fundit Perëndia një mënyrë që atë e kënaqte, një mënyrë që siguronte falje të përsosur. Perëndia është i plot fuqishëm dhe ai mund të zgjedhë të vijë në çdo mënyrë që atij i pëlqen. Në fund të fundit ai është sovran, kush jemi ne të gjykojmë se si Perëndia mund ta siguroj faljen, por në mënyrë që ne të mund ta marrim faljen e Perëndis, ne duhet të besojmë dhe ta pranojmë sakrificën që vetë Perëndia bëri për faljen e mëkateve tona. Dhe ndoshta shumë njerëz mund të kenë atë pyetjen, Jezusi kishte fuqinë të shpëtonte veten, por pse nuk e bëri? Do t'i japim më tepër përgjigje kësaj pyetjeje vetëm pas pak, mbasi të ndjekim në këtë moment e këngën Sepse ai jeton, kënduar nga Çimi dhe Nisa. Rikthehemi në studio vetëm pas pak me Danielën. Sepse ai jeton, ka fuqi për nesër, sepse ai jeton. I
Sepse ai jeton është kënga që sapo keni ndjekur. Rikthehemi në studio në programit Muzik Plus për të vazhduar bisedën me Daniela në ditën e sotme dhe në fakt unë e përmenda edhe pak më parë para propozimit muzikor. Një pyetje që ndoshta shumë njerëz mund të kenë është pikërisht kjo. Jezusi kishte fuqinë të shpëtonte veten, por pse nuk e bëri dhe në fakt ai nuk e bëri? Çfarë mesazhi jep kjo sakrificë për dashurinë e tij? Në fakt, shpesher kur ne duam të nxjerrim justifikime në lidhje me besimin, fillojmë edhe gjejmë pyetje, arsye, vëmë në dyshim, pse Perëndia e bëri kështu, pse nuk shpëtoi Jezusi, ai ishte i fuqishëm, Ishte i plot fuqishëm, ishte i plot fuqishëm, nëse ai ishte Zot dhe në fakt pyetja më e zakonshme që vjen, nëse ai ishte Zot, nëse ai ishte i fuqishëm. Në fakt më lejoni t'ju them të dashur dëgjues që Jezusi jo vetëm ishte i fuqishëm, ai ishte i plot fuqishëm. Dhe ai ishte Perëndi dhe ai kishte fuqinë dhe autoritetin që të mund të shpëtonte dhe të zbriste nga kryqi dhe ndoshta të gjithë do të mahniteshin me atë që do të shikonin, por Jezusi nuk erdhi që të bënte një spektakël në mënyrë që njerëzit të habiteshin me fuqinë e tij. Jezusi erdhi në tokë me një mision të caktuar, të përcaktuar mirë madje prej Perëndis. Erdhi me një mision për të shpëtuar njerëzimin nga mëkati. Erdhi me një mision për të bërë rruga e bashkimit të njeriut me Perëndin. Dhe kjo gjë nuk bëhet pa sakrificë. Ai erdhi me vetdije për të sakrifikuar, ai e dinte që do të sakrifikoj. Ai nuk erdhi dhe çfarë ndodhi ishte thjesht një rastësi. Ai erdhi dhe ai e dinte, madje ne shohim që profetët qindra vite më përpara madje kishin profetizuar për ardhjen e Krishtit, për mënyrën se si ai do të vdiste, edhe për ringjalljen e tij. Kur Krishti erdhi në tokë, ai e dinte se çfarë do të ndodhte, e dinte se çfarë e priste. Dhe ai erdhi përsëri. Mund ta kishte refuzuar? Ne do të vuanim pasojat e mëkatit tonë, ndarjen e përjetshme nga Perëndia, por për shkak të dashurisë që Perëndia ka për ne. Për shkak të asaj dashurie që është pa kufi, pa limit, pa mas, pa kushte, e thellë, e gjerë, e lartë, e gjatë, çfarëdo lloj epiteti, madhësie mund t'i veshësh dashurisë të Perëndis, vetë sakrifikuese, për shkak të kësaj dashurie që Perëndia kishte për njeriu. Ai zgjodhi që të vuante dhe zgjodhi që të mos zbriste nga kryqi, por të vdiste në kryq, dhe në atë kryq ai gozhdoi të gjithë mëkatin e gjithë botës. Gjithë shkeljet e gjithë botës. Gjaku që u derdh në atë kryq, u derdh si një sakrificë për mëkatin e gjithë botës, për paudhësitë e gjithë secilit, unë e përmenda pak më parë, të çdo njeriu që ka jetuar, që jeton dhe që do të jetoj deri në kthimin e tij. Prandaj sakrifica e Krishtit është një sakrificë që nuk mund të krahasohet dhe nuk mund të zëvendësohet nga asnjë lloj sakrifice tjetër. Është një sakrificë e përsosur. Është e vetmja sakrificë që mund të na pajtojnë me Perëndin. Dhe kur ne pranojmë këtë sakrificë, kjo e siguron pajtimin tonë me Perëndin. Dyshimi nuk na siguron pajtim me Perëndin. Të vënit në punë inteligjencën tonë nuk na siguron pajtim me Perëndin. Njohuritë e mëdha që mund të kemi qoftë edhe rreth Biblës nuk na siguron pajtimin tonë me Perëndin. Por vdekja e Jezusit në kryq, a mund të kishte zbritur Jezusi nga kryqi? Patjetër që po. Ai e kishte gjithë fuqinë dhe autoritetin për ta bërë, por ai zgjodhi që të vuante vdekjen më të tmerrshme të gjitha kohërave në kryq për mua edhe për ty. Për mua dhe për ty. Për cilin do që është duke dëgjuar tani, por që nuk është duke dëgjuar gjithashtu. Për këdo, për çdo person, për atë që ka qenë, për ata që janë tani në rruzullin toksor dhe për ata që do të jetojnë deri në kthimin e tij të dytë. Kjo gjë e bën sakrificën e Jezusit të pazëvendësueshme. Njerëzit përpiqen që të gjejnë mënyra për t'u afruar Perëndis, përpiqen të bëjnë sakrifica të ndryshme për t'u afruar Perëndis, por asnjë sakrificë, madje as sakrifica jon personale, dhe nëse ne do të zgjidhnim të flijonim veten tonë për mëkatet tona, nuk do të ishte mjaft. Sepse shlyerja për mëkatin kërkon një gjak të pastër. Dhe shlyerja për mëkatin në gjakun e shenjtë të qengjit të Perëndis që është Krishti, është
e pasvendësueshme me asnjë sakrificë tjetër. Prandaj edhe Jezusi zgjodhi që në atë Pashk, Po. më shumë se 2000 vjet më parë, të vdiste në kryq dhe të merrte përsipër gjithë dënimin për gjithë botën, gjithë dhimbjen për gjithë botën, gjithë depresionin për gjithë botën, çdo gjë me të cilat njeriu përballet sot. Jo një njeri, por njerëzimi përballet sot, Jezusi zgjodhi që të vdiste në kryq për gjithë secilën, për çdo vuajtje, një e nga një. Ai e mori gjithë ndëshkimin për mëkatin mbi veten e tij. Dhe kjo e bën të pasvendësueshme sakrificën e Krishtit dhe të përjetshme gjithashtu, sepse ai vetë ishte i përjetshëm. Dhe gjëja tjetër që ndodhi, Jezusi e dinte që do të ringjallej, sepse ringjallja do të ishte fitoria mbi Po. vdekjen. Kështu që ai zgjodhi të vdiste në atë kryq duke menduar për gjithë ata që do të besojnë tek ai dhe do të pajtoheshin me Perëndin përmes asaj sakrifice. Edhe është fantastike, është e mrekullueshme të mendosh që Krishti, unë përsëri i kthehem duke e personalizuar sakrificën e Krishtit. Krishti duroi kryqin për mua. A ka një gjë më të madhe që dikush të mund të ketë duruar për mua, përveç se Krishtit? Askush, asgjë. Krishti duroi për mua dhe në këtë mënyrë unë besoj çdo njeri duhet ta shikojë Është vërtet. sakrificën e Krishtit. Ai duroi aty në vendin tim. Ndëshkimi për të cilin ne sot kemi paqen, thot Bibla, ishte mbi të. Ndëshkimi që ne duhet të merrnim për mëkatin ton, qëndroi mbi Jezusin. Dhe është e papërshkrueshme ajo që ka ndodhur në kryq. Falja që ka ndodhur në kryq është e papërshkrueshme. Me fjalë, do zemër të hapur që të mund të kuptohet, do zemër të hapur që të mund të pranohet. Edhe të përjetohet. Edhe ta përjetosh, po. Prapë është e vështirë ta përjetosh. Unë shpeshherë përpiqem gjatë kohës, sidomos në periudhën e Pashkës, të përpiqem të imagjinoj atë që Jezusi ka përjetuar, sepse nuk mund ta përjetojmë dot. Jezusi na shpëtoi nga ky lloj përjetimi. Në fakt, na ruajti edhe nga ky lloj përjetimi, na kurseu. Por është shumë e rëndësishme të imagjinosh edhe të kuptosh që nuk ka fjalë ajo që Krishti bëri dhe nuk ka fjalë të përshkruhet dashuria e Perëndisë për njeriu. Edhe Daniela, tashmë që jemi duke folur kanë kaluar mbi 2000 vjet nga vepra e Jezusit në kryq, si duhet jetë përgjigjja jonë si njerëz ndaj veprës së tij dhe çfarë ndryshimi mund të bëjë kjo për jetën tonë të përditshme? Unë besoj në qoftë se çdo individ, çdo person do të marrë 5 minuta kohë për të reflektuar për jetën e tij, për të reflektuar për marrëdhënien e tij me Perëndin. Dhe dua ta theksoj, nuk ka rëndësi se çfarë feje i përket. Krishti nuk i përket asnjë feje. Krishti erdhi në tokë për gjithë njerëzimin dhe ata që e pranuan, ai u dha të drejtën të quhen bijtë të Perëndisë. Një është Perëndia, një i vetëm, dhe një është ndërmjetësi midis njeriut dhe Perëndisë, dhe është Krishti Jezus që erdhi në trajt njerëzore. Në qoftë se çdo njeri do të ulet dhe do të reflektoj 5 minuta për jetën e tij, për marrëdhënien e tij me Perëndin, apo për pozitën e tij përpara Perëndisë, unë besoj që çdo person do ta besonte dhe do ta pranonte me gjithë zemër sakrificën e Krishtit. Çfarë mund të bëjmë ne më tepër se sa thjesht ta pranojmë edhe t'i themi Perëndisë faleminderit që më kurseve mua nga ndëshkimi im dhe zgjodhe të ndëshkohesh e vetë në atë kryq. Kjo është e vetmja gjë që ne mund t'i bëjmë, t'i themi faleminderit dhe ta pranojmë me gjithë zemër dhe patjetër të ndjekim shembullin e tij. Shpëtimi nuk është proces, shpëtimi ndodh në momentin që ti beson me zemër, pohon me gojë dhe e pranon sakrificën e Krishtit. Transformimi i jetës tonë nga jeta e vjetër në mëkat në një jetë të re, si krijesa të reja, të falur prej Perëndisë, të shpëtuar prej Perëndisë, është një proces. Dhe prandaj ne duhet të ecim nëpër këtë proces, në mënyrë që ne të mund të transformohemi në shëmbëllimin e Krishtit, në imazhin e Krishtit, thot Bibla. Nuk ka një gjë më të mirë se sa ta jetosh jetën si biri Perëndisë, jo si një njeri mëkatar, që çdo ditë mëkaton dhe çdo ditë i duhet të përballet me pasojat e mëkatit, por si një fëmijë i Perëndisë, i shpëtuar me anë të gjakut të Krishtit, i pastruar nga mëkatet, në pozitë të drejtë përpara Perëndisë, në pozitën e një biri.
janë dy gjëra të ndryshme, të jesh mëkatar dhe të jesh bir. Dhe Krishti vet na siguroi këtë pozitë me anë të sakrificës së tij, me anë të vdekjes së tij, ai na siguroi në pozitën e birit përpara Perëndis. Na pajtoi përjetësisht me Perëndin. Por që ne të mund të arrijmë në këtë pozitë, na duhet që ta pranojmë këtë sakrificë. Edhe jo vetëm ta pranojmë, por ta besojmë që po është kështu, sepse mund të ndodhë që okej, po e pranoj, atëherë mirë, Jezusi vdiq. Jo, ta pranosh me gjithë zemër. Ta pranosh me gjithë zemër duke e besuar, pa dyshuar, në zemër dhe në mendje. Si mund të frymëzojmë të tjerët edhe me shembullin e besimit dhe qëndrueshmërinë në jetën tonë të përditshme, edhe duke u referuar besimtarve, duke ndjekur kështu hapat e Jezusit? Jeta me Krishtin është një jetë me ngjyra. Të jetosh si një i krishter, si fëmijë i Perëndis. Dhe kur themi krishter, përsëri dua ta theksoj, nuk po flas për një fe, nuk po flas për fe të krishter, po flas për ndjekës të Krishtit, për ata që e kanë besuar dhe e kanë pranuar sakrificën e Krishtit. Është një jetë me ngjyra që kërkon zgjedhje në përditshmëri, vendime të drejta që ne duhet të marrim në përditshmëri, që kërkon këmbgulje për të qëndruar në jetën që Perëndia ka për ne, si krijesa të reja, të drejtësuar me anë të Krishtit. Nuk është një jetë e lehtë, sepse sistemet e botës na tregojnë apo na mësojnë të kundërtën, por ne si të krishter, duke ndjekur shembullin e Krishtit, ne si dishepuj të Krishtit, duke ndjekur shembullin e Krishtit, që vdiq në kryq për ne dhe që u ringjall të tretën ditë për ne na duhet të qëndrojmë çdo ditë në këtë besim, pa dyshuar. Në çdo zgjedhje që ne bëjmë, ne duhet të mendojmë a do ta bënte Krishti kështu? A do ta thoshte Krishti kështu? A do të mendonte Krishti në këtë mënyrë? Ne jemi njerëz. Natyra jon kthehet në natyrën e vjetër mëkatare. Por të qëndrosh në këtë besim, edhe të qëndrosh plotësisht i bindur që Krishti na ka çliruar nga fuqia e mëkatit dhe e vdekjes, edhe të qëndrosh në besimin që Perëndia është me ne në çdo hap, pavarësisht vështirësive, pavarësisht luftrave, pavarësisht krizave që ne dëgjojmë rreth e rrotull nesh. Të qëndrosh në besimin që po, Perëndia është me ne dhe ne jemi në rrugën e duhur, ne jemi duke ndjekur Perëndinë e vërtet, ne jemi duke qëndruar në besim që çdo gjë që ndodh tani është e përkohshme. Ne shohim përpara për jetën tonë të përjetshme me Perëndin. Pozita jonë është e drejtë para Zotit. Ne jemi bi dhe përjetësia jonë nuk do të jetë në ferr me djallin edhe me ndjekësit e tij, edhe me ëngjëjt e tij të rënë. Ne do të jemi me Perëndin. Do të festojmë me Perëndin dhe përjetësia jonë do të jetë me Perëndin. Vetëm për një arsye, për shkak të sakrificës të Krishtit, të vdekjes, të varrosjes dhe të ringjalljes së tij. Kjo është ajo gjë që ne duhet të na mbaj. Madje kjo është ajo gjë që ne duhet të na nxit për t'ia u treguar këtë gjë edhe të tjerëve, sepse bota është e verbër. Bota nuk e kupton çfarë ka ndodhur 2000 vjet më parë. Vazhdon të ecë në rrugët e veta. Zemra është e ngurtësuar. Frika nga luftrat, nga krizat, pasiguria, mungesa e shpresës sundon në këtë botë. Por njerëzit kanë nevojë të dinë çfarë ka ndodhur 2000 vjet më parë. Kanë nevojë të kuptojnë atë që ka ndodhur, që Perëndia e bëri këtë gjë nga dashuria, në mënyrë që ne të mund të kemi përjetësinë me Perëndin. Dhe ne si të krishterë, nxitur nga kjo dashuri, gjithashtu që Bibla na mëson që Perëndia e ka derdhur në zemrat tona për të humburit, ne si të krishterë kemi vetëm një urdhërim për të përmbushur. Dhe ai është: dilni në mbar botën dhe bëni dishepuj. Dilni në mbar botën dhe predikoni ungjillin. Ishte urdhërimi i fundit me të cilin Jezusi na la pasi ai u ngrit në qiell në trupin e tij fizik pas ringjalljes. Kjo është ai urdhërim që ne na duhet ta çojmë përpara. Ne duhet të jemi vazhdimisht të motivuar për ta shpallur ungjillin, për t'ju treguar njerëzve për sakrificën që Perëndia bëri në kryq, në mënyrë që jeta e tyre të ndryshojë dhe të transformohet, dhe të jetojnë një jetë si bijtë Perëndis, jo si mëkatar. Edhe kjo është një privilegj mbi të gjitha. Po, absolutisht është një privilegj, absolutisht është një privilegj.
Shkëputemi sërish për të ndjekur një tjetër hapësirë muzikore, rikthehemi vetëm pas pak me Danielën për të ndarë edhe diçka të fundit në ditën e sotme, por në këtë moment e juftoj të ndiqni Jam në shtëpi me Atin, kënduar nga Marcel Firaj. Me balë më gjete zot, në vendin ku mu kishte lëm kjo botë, mu afrove prap dhe më thire jeto sërish, unë ngrita zot, sepse mora jen nga ty, për dore ti më more, më solle në shpi, jam në shpi me Ati, asgjë nuk më mungon, jam në shpi me Ati, dashuria ti më rrethon, jam në shpi me Ati, frika nga unë ka iku, jam në shpi me Ati, në kratë e ti ndjeni sigur, atje në erësi, ti erdhe mua më kërkove, me emoti më thire, me dashuri nga barta nxore, gjithë në qelë festua, se isha ju mbur por u gjeta, shpi me Atin jam, një jetë të redhun kam, jam në shpi me Atin, asgjë nuk më mungon, jam në shpi me Atin, dashuria ti më rrethon, jam në shpi me Atin, frika nga unë ka ikur, jam në shpi me Atin, në kratë e ti ndjemi sigur, jam në shpi me Atin, asgjë nuk më mungon, jam në shpi me Atin, dashuria ti më rrethon, jam në shpi me Atin, frika nga unë ka ikur, jam në shpi me Atin, në kratë e ti ndjemi sigur. Amen, 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 amen. Në qelën kam një vend të bler. Amen, 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 amen. Me Atin do jetoj për jetë. Amen, 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 amen. Në qelën kam një vend të bler. Amen, 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 amen. Me Atin do jetoj për jetë. Jam në shpi me Atin, asgjë nuk më mungon, jam në shpi me Atin, dashuria ti më rrethon, jam në shpi me Atin, frika nga unë ka ikur, jam në shpi me Atin, në kratë e ti ndjemi sigur, jam në shpi me Atin, asgjë nuk më mungon, jam në shpi me Atin, dashuria ti më rrethon, jam në shpi me Atin, frika nga unë ka ikur, jam në shpi. I kthehemi në studio, sot kam pasur një bisedë shumë të veçantë me Danielën, patjetër duke ju referuar edhe sezonit të Pashkës, kësaj jave të veçantë në cilën e jemi. Kemi folur gjatë për sakrificën e Jezusit në kryq, çfarë do thotë ajo për ne sot edhe për mënyrën se si ne mund të shpëtohemi përmes besimit edhe gjithçka tjetër që Daniela ka ndarë sot. Prandaj në këtë Pashkë, cili është një mesazh apo një urim që ke për gjithë ata që janë duke na ndjekur për të mbajtur besimin dhe mbi gjitha shpresën gjallë? Në fakt, në këtë kohë Pashke ne përkujtojmë vdekjen
varrosjen dhe ringjalljen e Krishtit. Dhe festa më e madhe është ringjallja, dita e ringjalljes. Krishti vdiq, u varros dhe u ringjall të tretën ditë. Dhe ai erdhi në këtë botë pikërisht për të kryer këtë mision, shpëtimin e njerëzimit nga ndarja e përjetshme me Perëndin. Çdo njeri në këtë botë është mëkatar. Të gjithë ne kemi nevojë për shpëtimtarin. Të gjithë ne kemi nevojë të marrim faljen e mëkateve dhe të gjithë ne kemi nevojë të ripajtohemi me Perëndin, edhe të rivendosemi në pozitat e duhura me Perëndin. Dhe kjo gjë vjen e siguruar vetëm përmes sakrificës të Jezusit, vetëm përmes vdekjes dhe ringjalljes të Krishtit. Dhe dua ta theksoj edhe një herë, e di që ndonjëherë duket si e përsëritur, por dua ta theksoj. Krishti nuk i takon asnjë feje. Krishti nuk është një njeri që krijoi një fe. Krishti është biri i Perëndis që erdhi në botë për shkak të dashurisë që kishte për njeriu, për të ripajtuar botën me Perëndin. Bibla thot Perëndia e deshi aq shumë botën, saqë dha birin e tij të vetëm lindurin, që kushdo që beson në të mos humbas, por të ketë jetën e përjetshme. Krishti nuk erdhi në botë që bota të dënohet, por që bota të shpëtohet prej tij. Sot, nëse je duke na dëgjuar, ky është urimi im, në fakt është një lutje që unë e kam në zemër për çdo që është duke na dëgjuar. Lutem që të pranosh sakrificën e Krishtit me gjithë zemër, ta pohosh me gjithë fuqinë e zemrës tënde, edhe ta pranosh këtë sakrificë sepse Jezusi e bëri për ty personalisht. Dhe madje mos e mbaj vetëm për vete këtë gjë. Thuaja dhe dikujt tjetër. Është gëzim i madh të bashkohesh me Perëndin përmes sakrificës të Krishtit dhe të jetosh si një bir i Perëndisë së gjallë. Krishti është i gjallë, sepse është biri i Perëndisë së gjallë, edhe nuk ka asnjë Zot tjetër që mund të ripajtojë ty me Perëndin. Nuk ka asnjë sakrificë tjetër që mund të ripajtojë me Perëndin. Një është Perëndia dhe një është rruga për tek Perëndia. Krishti Jezus që erdhi si njeri. Daniela, unë falenderoj vërtet shumë për gjithçka që ndave në ditën e sotme. Kënaqësi të ishim së bashku në këtë javë të veçantë të Pashkës, gëzuar Pashkën edhe shumë bekime për ty dhe familjen tënde. Gëzuar edhe për juve Kela, edhe lutem që sa më shumë njerëz në këtë Pashkë vërtet të mund të pranojnë sakrificën e Krishtit dhe ringjalljen e tij. Është gëzim i madh ringjallja e Krishtit, sepse flet për shpëtimin tonë dhe për fitoren e Perëndis mbi mëkatin në kryq. Triumfi i tij. Dhe është triumfi i tij. Më pëlqen shumë një varg në Bibël dhe dua ta ndaj këtë në fund. Vdekja u përpi në fitore. Është madhështore. Vdekja u përpi në fitore. Ringjallja e Krishtit është fitoria jon. Edhe ringjallja e Krishtit është gëzimi im për të vazhduar përpara. Unë të falenderoj, të uroj edhe një herë gëzuar Pashkën. Ne do të ridëgjojmë sërish bashkë për gjithë ju që jeni duke na ndjekur më njëherë mbas hapësirës muzikore. Daniela të uroj një ditë të mbar në vazhdim. Ju ftoj të ndiqni Unë hy në vendin shumë të shenjtë, kënduar nga Kisha Ungjëllore Libonik Maliq. Rikthehemi pas pak. Në vendin shumë të shenjtë